qytetar, dua të kujtoj në fakt shkurtimisht se kjo është era e tretë apo e katërt, që kjo mazhorancë sjell për miratim ndryshime në ligjin për koncesionet dhe ashtu si herët e kaluara edhe sot ky Kuvend nuk do bëj asgjë tjetër veçse do ligjëroj praktikat korruptive koncesionare për të hapur një kapitull të ri të gryerjes dhe rënimit jo vetëm të buxhetit të shtetit, por edhe të ekonomive familjare. E megjithatë, unë dua të dalem në faktin që një prej denoncuesve kryesorë të koncesioneve dhe PPP-ve korruptive sot ndodhet i burgosur politik, pa asnjë fakt, pa asnjë provë penale. Dhe i referojmë presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, për cilin unë fola edhe në seancën e kaluar dhe i kërkova qeverisë dhe në veçanti ministrit të drejtësisë të reagojë dhe të respektojë 9 rekomandimet e avokatit të popullit sa i përket trajtimit kriminal dhe çnjerëzor të zotit Meta, i cili sot ndodhet i burgosur politik në IEPV Jordan Misja, një institucion që dëshmon dhe ekspozon çdo ditë fytyrën kriminale dhe represive të këtij regjimi. Është me vend t'i kujtoj ministrit të drejtësisë. Të flas nga vendi sepse duhet ta shikoj, do ta kem sigurisht edhe kryeministrit që të paktën respektoni standardet e Rusisë së Vladimir Putinit. Ku Navalny, që humbi jetën në burgjet e Vladimir Putinit, lejoi edhe të jepte intervista për mediat. Ku një tjetër kritik i tij, Khodorkovski, lejoi pa nga qelit të jepte intervista për media. Ndërsa në Shqipërinë e Edi Ramës, edhe më vjen keq që i referojmë një vendi si Rusia, por që për standardet e trajtimit të paraburgosurve në fakt është edhe hapa para Shqipërisë, sikundër jemi hapa pas edhe në raport me Vietnamin komunist, të burgosurit politik armiqt e regjimit lejoheshin të jepnin intervista në media. E kundërta ndodh në një vend antar të NATO-s, në një vend që ka ratifikuar Konventën Europiane për të drejtat e njerëzit, në një vend që është antar i Këshillit të Evropës dhe po bën çdo përpjekje për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Pra jemi në Shqipërinë e Edi Ramës, një regjimi i cili për fat të keq nuk plotson as standardet e Rusisë së Vladimir Putinit. Dua t'ju kujtoj se konstatimet shumë të rënda, akt akuzë publike dhe zyrtare për regjimin kriminal dhe represiv të Edi Ramës duhet të zbatohen me njëherë. Unë e kuptoj se Edi Rama është i tmeruar nga të vërtetat e Ilir Metës, duke urdhëruar që ai të mos filmohet edhe kur voton në ambientet ku ndodhet i burgosur politik, por dua t'ju kujtoj se tmeri i Edi Ramës dhe juaj nga Ilir Meta nuk mund të kthehet në standard për mënyrën e trajtimit të tij. Avokati i popullit ka konstatuar të paktën 4 shkelje shumë të rënda të Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit. Se kufizimi i takimeve të zotit Meta në 4 takime dhe pa lejuar deputetët dhe eurodeputetët ta takojnë është shkelje e Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit. Është shkelje e Kushtetutës dhe e Konventës, edhe ndalimi dhe kufizimi i telefonatave të tij dhe veçanërisht të prononcimeve për median. Përpiquni të arrini standardet e Vladimir Putinit. Ja këto, se nuk po i referohem një vendi antar të NATO-s. Dua të kujtoj që avokati i popullit ka evidentuar gjithashtu se përveç shkeljes së konventës, ky regjim represiv dhe kriminal që tmerohet nga Ilir Meta edhe pse
e ka burgosur pasin provë dhe pasin fakt penal të flasë me mediat është në shkelje të rregullores europiane të burgjeve, të asaj rregullore që është ratifikuar si pjesë edhe të rezolutës Komitetit të Ministrave të KS nga ky parlament. Është një shkelje flagrante e rregullave standarde minimale të Kombeve të Bashkuara, apo siç njihen ndryshe si rregullat e Nelson Mandelës, për cilin edhe një shtet serios në kriminalitetin e vet si regjimi i apartheidit i lejonte të drejtën të komunikonte me mediat edhe të ushtronte aktivitetet sportive të drejtën që ky regjim kriminal i Edi Ramës ja pamundson sot zotit Meta. U bë thirrje të gjithë deputetëve të opozitës që të kërkojnë takime me zotin Meta, sepse këtë u amundson konventa, u amundson kushtetuta, u amundson ligji dhe sfundmi kanë edhe një raport shumë serios të avokatit të popullit që gjithashtu, përveç të drejtës së takimit, sa i përket lirisë së fjalës, thekson se e drejta për biseda telefonike nuk mund të kufizohet nga askush. Ndaj dua të përsëris thirrjen ministrit të drejtësisë të mos fshihet pas urdhrave kriminale të Edi Ramës. Çështja e zotit Meta fund të kryen çështje politike, kriminale, siç ishte rrëmbimi i tij, që vulosi dhe standardet kriminale të hetimit të tij, si zhvullosi dhe motivet kriminale të vijimit të mbajtjes të tij në izolim, është i paprecedent. Sot i vetmi vend në botë ku të burgosurit politik nuk lejohen të flasin me mediat dhe trajtohen në mënyrë njerëzore, si de jure ashtu edhe de facto ka ngelur vetëm Korea e Veriut. Sepse ja që ndodh në Rusinë e Vladimir Putinit. Betejë për të vërtetat e zotit Meta në fakt është betejë për liritë të drejtat e të gjithë shqiptarëve. Dhe sidomos dhe të atyre të burgosur apo të para burgosur padrejtisht, të cilët sot nuk kanë mundësi që shkeljen e lirive dhe të drejtave të tyre ta bëjnë publike. Dhe kjo ishte në fakt edhe arsye e rrëmbimit kriminal të zotit Meta dhe e vijimit të mbajtjes së tij në izolim. Nga një strukturë e cila sot zhvilloi garën e radhës se kush do të jetë drejtuesi i posaçëm që do të jetë më partizan në mbylljen e dosjeve korruptive të Edi Ramës, në mbyllje të gjitha aferave korruptive, edhe të këtij ligji, që do vijojë të gryej financat e shtetit, por edhe ekonomive familjare. Por nuk mund të pranojmë që hajdutët të jenë të lirë dhe të vijojnë të vjedhin, ndërsa denoncuesit, liderët e opozitës, të jenë pas hekurave të një burgu politik, pa kryer asnjë vepër penale. Të jeni të bindur që kjo betejë do të fitohet nga zoti Meta, siç i ka fituar të gjitha betejat, dhe të jeni të sigurt që kushdo autor, bashkëautor, bashkëfajtor me këtë akt kriminal të pangjashëm, kritikoni sa doni Rusin, po as sa Rusia nuk keni standardet minimale të sjelljes në raport me Konventën Europiane të Drejtave të Njerëzit. Do të marrë ndëshkimin e merituar. Faleminderit.